Përshëndetje dashur teleshikues. Mirëmëngjes të gjithëve, ju miq Good Morning Fitness. Në qoftë se kemi punuar për programet Advanced Workout, tani duhet ju shpjegoj dhe të merrni një vesh që çdo ushtrim që ju e keni punuar në mënyrën më të thjeshtë të tij, që do thotë keni kapur në punime sipër vetëm një muskull, atëherë mira do jetë që ti bashkangjitni bashk lëvizjet duke punuar 2 dhe më shumë muskuj së bashku. Do bëjmë një lëvizje të thjeshtë në step, por duke punuar dhe pjesën e sipërme të trupit dhe pjesën e poshtme të saj. Do punojmë muskujt e këmbëve, biceps femoral, quadriceps, kemi supet që është pjesa më e rëndësishme e trupit, kemi dhe pjesën e pectoralis bashkë me fillimin e shpinës. Do marrim dhe 2 pesha në dorë, cilat na ndihmojnë për të realizuar ushtrimet. Do filloj si fillim, pa lëvizjen e duarve, ngjitemi mbi step dhe zbresim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ndrojmë këmbën. 1, 2 raj mbi step, 3, 4, 5, në majtë të gishtave që të punojmë dhe pulpat. 7, 8, kalojmë anash. 1, 2, 3, hidhemi me krahun tjetër, 4, 5 në të djathtë, 6, 7 step, 8, shpresim poshtë, lëvizim. Do i bashkojmë të dyja lëvizjet bashk, por duke i shoqëruar me lëvizjen e krahëve. Pra, jemi 1 para, 2, 3, këmbën tjetër, 5, 6, 7, 8, duart lart. 1, 2, shtym lart. 3, 4, 5, duart, 6, 7 step, 8. Vazhdojmë në anësore. 1, 2, 3. Kjo ishte lëvizja për pjesën muskulare të këmbëve. 6, 7, 8. E shoqërojmë ato me duart, para duart. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ecim, si që shikoni, duart kanë një tension të tyre në pjesën e supeve. Lëvizja e supeve janë kur duart kalojnë lart, kur duart kalojnë para dhe i kemi në hapje anësore. Kemi rrotullimet në grad, pra kemi rrotullimet e duarve teke dhe së bashku. Këto janë lëvizjet e supeve që ne do bëjmë bashkë me këmbët duke u ngjitur në step. Atëherë, fillojmë lëvizjen e parë. Tham që lëvizja e parë është me duar lart, duke i ulur deri tek veshët duart tona. Pra kujdes me gradët e uljes. Kemi uljen e duarve deri tek veshët. Ngrihemi në step dhe ngrejmë duart sipër. 1, 2, 3, duart i mbajmë pra deri tek veshët. 5, 6, 7, 8. Kalojmë anash. Anash, duart tona do jenë të ngritura përpara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I lidhim së bashku. Vazhdojmë ushtrimin e parë plus të dytin së bashku. Jemi në ngritje dhe mos ulje të duarve deri në fund. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalojmë anash. 1, i kemi duart para. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vazhdojmë. E njëjta lëvizje do jetë dhe për duart përpara në mënyrë të kryqëzuar, të cilat nga poshtë vijnë deri drejt me supet. Ngjitemi, i ngrejmë duart, ndrojmë këmbën, i ngrejmë përsëri duart. 1, kjo është pak e vështirë. 2, por realizohet. 3, do keni djegje në deltoidin e përparëm. 6, 7, 8. E përsërisim anash. 1, 2, duart mos si lëshoni.
4, 5, 6, 7, 8. Vazhdojmë i hapim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E përsërisim dhe një herë hapjen. Me dorë teke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si që shikoni, të janë lëvizje që po t'i lidhni bashkë dhe t'i përsërisni ato 2 herë, do punoni muskujt e këmbëve dhe muskujt e deltoidin. Kemi të prekur deltoidin e madh, deltoidin e përpranë dhe deltoidin e pasëm. Deltoidi i pasëm do kapet në këtë mënyrë. Kemi ngjitje në step dhe hapje të krave. Pra, hapja do bëhet përpara syve. Jo në ancore, por në grad. 1, 2, trupi karrike. 90 shkallë. 5, 6, 7, 8. Pra, si që shikoni, hapja e krave mua më mundëson drejtimin e duarve në lartësin kur unë tendos dhe punoj muskulin e deltoidit të pasëm. Ndërkohë që kemi dhe tërheqja dhe hapja të pektorales. Vazhdojmë? 1, grihemi lart. Grihemi 3, 4, 5, 6, 7, 8. E përsërisim teke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemi dhe ushtrimin e fundit e cila do në kapi pjesën e sipër me të latissimus që lidhet bashkë me deltoidin. Ajo pjesë do punohet në mënyrën e tërheqjes së peshës drejt mjekrës tonë, duke mbajtur trupin drejt dhe vertebrën drejt për mos ta dëmtuar ata. Kemi ngjitje lart dhe tërheqje. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Edhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E njëjta gjë bëhet duke ngritur supet. 2, 3, kapim të njëjtin muskul. 5, 6, 7, 8. Mundoni të qëndroni në majtë të gishtave në momentin kur kalojmë mbi step. Të kalosh mbi step në majtë të gishtave do të thotë të punosh pulpat. Pra, kur ngrihemi dhe hidhemi, punojmë pulpat. Merr një vezë, hedhjen mbi step. Pra, vendosim bazën, shputën e këmbës në gjysmë dhe hidhemi. Vazhdojmë të punojmë pulpat duke pasur dhe peshë në duar. Pra, trupi ynë nuk do ngrej vetëm peshën e trupit tonë, por plus një peshë tjetër. Vazhdojmë punojmë pulpat. Jemi në 1, hidhemi. 2, hidhemi. Kur të bijem, do të bijem në majtë të gishtave dhe ta ulim shputën nga dalë. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Duart. 1, para. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vazhdojmë kapim supet, bëjmë lëvizjen që kemi thënë të notit në rrotullim të 2 krave. Punojmë dhe pulpat njëkohësisht duke u hedhur në majtë të gishtave. 4, 5, 6, 7, 8. Krahët i drejtojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eci. Rregullojmë frymëmarrjen. Stepi është ajo lëvizje fitness e cila na ndihmon për të humbur shumë kalori dhe është një lëvizje që ka shumë nevojë për rregullim frymëmarrje. Që do të thotë, në momentin kur ju mbaroni një ushtim stepi, hapeni duart, rregulloni frymëmarrjen, në 5 përsëritje të saj,
dhe pastaj hidhuni në lëvizjen pasardhëse të stepit. Stepi duke vënë në lëvizje pjesët më të mëdha të muskulaturës së këmbës, çliron shumë energji, e ngroh trupin, qarkullon shumë gjak dhe kërkon shumë oksigjen. Pra, kur punoni në step, ndaloni, përdorni ujin që të mbusheni dhe me oksigjen nga uji dhe rregulloni frymarrjen, mos e harroni këtë fakt, është shumë i rëndësishëm. I mbajmë duart lart duke bërë dhe zgjatjen e tricepsit dhe do punojmë një pjesë të barkut. Pra, do punojmë pjesët masive anësore të barkut duke kapur dhe ABS-t, pra abdominalet në total. Do hidhemi anash, do bashkojmë gjurin me krahun. Peshat nuk i lëshojmë nga dora. 1, 2, 3, 4 step, 5 step, 6 down, step and down, and step and down, step and down, step and down. Vazhdojmë. Atëherë, për këtë ushtrim mos u kurseni. Kemi punim të abdominaleve, kemi tension të krave, peshat në të na japin këtë privilegj, kemi dhe punimin dhe zgjatjen e bicepsit femoral bashkë me gluteusin duke bërë tërheqje të saj. E njëjta gjë nga krau tjetër. Pra, godasi 3 herë, vazhdojmë me 3. 1, 2, 3. Kalojmë në kraun tjetër. 1, 2, 3. Vazhdojmë. 1, 2, 3. Pra barku krijon tension në të njëjtën anë duke realizuar lëvizjen 3 herë. Edhe 1, 2, 3. Siç e shikoni, stepi na jep shumë mundësi për të punuar. Ka shumë variante për të bërë çdo lëvizje të trupit, për të bërë ngrohjen e tyre dhe për të qenë gati për të kaluar në supin përkatës që ne do punojmë. Kalojmë tek supet. Rrisim peshat. Meqense ne kemi ngrohur pjesën e supeve, pra deltoidet, ne le ta përfundojmë këtë ditë ushtrimesh po me deltoidet. Pra, ai muskull që është prekur më shumë në ngrohje, ai muskull duhet të punohet. Mos harroni që muskuli përpara se të punohet kërkon ngrohje, kemi thënë. Vazhdojmë, kemi rritur masat dhe do bëjmë 2 minuta vetëm punimin e tyre. Kalojmë pas. Jemi në punim të supeve. 1, 2, i ulim deri tek veshat. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Edhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I hapim krah duke kaluar në pozicionin për të kapur deltoidin e mesëm qendror duke i ngritur krahët me bryl dhe jo me dorë. Pra dora qëndron poshtë dhe ngrejmë brylin. Është ai që ka pjesën e pasme dhe të mesme të deltoidit. Kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Edhe 1, 2, 3 me bryla. 4. Përthyem pak këmbët që të krijojmë një bazë. 7, 8. Këtu ku jemi, vazhdojmë të punojmë pjesën e përparme dhe duke mbajtur në tension atë që ne punuam, pra të mesmen. Momentin kur ne kalojmë në pozicionin drejt me supet, ne mbajmë në tension muskulin që sapo punuan. Por që të fillojmë të ngrohim dhe të prekim të pjesën e përparme, e lidhim atë duke e rëshitur në ajër. Pra, si që shikoni, është një ushtrim double effect që prek muskulin që mbaruam, prek dhe muskulin që po fillojmë të punojmë. 1, rëshqasim. 2, rëshqasim në krahun e djathtë. 3, 4, 5, qëndrojmë në ajër. 6, qëndrimi në ajër është gjithë ajo që na jep efektin në muskull. Pra, në momentin kur ne kemi një ngritje të thjeshtë, nuk e jep efektin siç e jep ai sekond që ne qëndrojmë në ajër. 1, qëndrojmë. 2, qëndrojmë. Pra, u hodhëm tek muskuli deltoid i përparme. 4, 5, 6, 7, 8. Pa unë burko, kalojmë tek pjesa e pasme. Qëndrojmë në 90, kemi thënë karike dhe hapemi përpara. 1, 2, koka drejt. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pra, si që pat,
I kemi kapur të gjithë pjesët e deltoidit. Kemi kapur pjesën e përparme, pjesën e mesme qendrore dhe pjesën e pasme të deltoidit. Ne vazhdojmë për të punuar dhe pjesën që lidhet deltoidi me pjesën e qafës, me qenë se është një muskull, hyn tek pjesët e muskujve që mund të punojnë mbi 2 herë në javë, pra si puna e pulpave apo para krahu, por për femrat nuk e sugjeroj shumë, sepse krijojnë shpejt një lloj fryrje, duke qenë muskuli vogël, fryhet shpejt dhe femrave nuk u shkon përfit. Thjesht mund punohet për tonifikim, që muskuli të lëshojë energjinë e mjaftueshme për të hequr pjesën yndyrore që ndodhet rreth saj. Vazhdojmë, ngrihemi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalem pas. 1 2 3 4 5 6 7 8. Para. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tërhiqemi lart. 1 2 3 4 5 6 7 8. E mbyllim për sot me supet, duke ju lënë në pritje të puntatës tjetër që do të fillojmë me ushtrimet e radhës që na nevojiten në këtë prag pushimesh, pra për të qenë në formë dhe për të pasur një trup sa më fit. Ju uroj shikim të këndshëm të dashur miq, takohemi nesër.